Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se keni ardhur në këtë webinar të fundit për këtë vit akademik të organizuar nga IR International School Project. Jemi pothuaj në fund të vitit shkollor, një vit plot me dinamika, punë të palodhur, por jam e sigurt që edhe jeni lodhur ca. Jam e bindur që keni kaluar plot sfida, por mendoj që keni korrur edhe suksese. Besoj ashtu si edhe unë, ju jeni gati për ca pushime. Forca, edhe pak na ka ngelur. Unë dua që t'ju uroj mirëseardhjen virtualisht të gjithë juve që na jeni bashkuar dhe po na ndiqni në këto momente. Ju miqve të vjetër që na keni ndjekur rregullisht në webinaret tona, por edhe ju miqve të rinj që sot na jeni bashkuar për herë të parë. Një duar trokitje për veten tuaj. Ju keni ardhur në platformën më të mirë të shpëllimit të mësuesve edhe jeni gjithmonë të mirëpritur në mesin tonë. Unë që po prezantoj këtë webinar, jam Bela Memushi, jam pjesë e grupit organizator të këtij eventi. Para se të filloj të tregoj dhe të ndaj disa lajmërime me ju, kam dëshirë t'ju lexoj disa thënie që në fakt më frymëzuan shumë, edhe që lidhen me temën. Empatia është të shohësh me sytë e tjetrit, të dëgjosh me vesht të tjetrit dhe të ndjesh me zemrën e tjetrit. E thënë kjo nga Alfred Adler. Bëhu i sjellshëm, sepse kushdo që takon, po lufton një betejë që ti nuk e sheh. Kjo është një shprehje në fakt që shpesh i atribuohet Platos. Një shprehje tjetër thot, njerëzit do të harrojnë çfarë the, do të harrojnë çfarë bëre, por kur nuk do të harrojnë si i bëre të ndihen. Besoj që këtë keni dëgjuar shpesh, sidomos mësuesit, si një thënie shumë frymëzuese. Edhe e fundit, që është një nga autoret e mia të preferuar, empatia është prania e plot ndaj dhimbjes së dikujt tjetër, pa u përpjekur ta rregullosh atë menjëherë. Kjo e thënë nga Brené Brown. Ky webinar, ashtu si edhe shumë të tjerë para këtij, është pritur me një interes të lartë nga ana juaj. Këtë tregon numri i lartë i të regjistruarve, më shumë se 800 mësues në fakt nga gjithë Shqipëria. Kemi një përfaqësim të gjerë nga Maqedonia dhe unë dua të dërgoj një përshëndetje të veçantë për mësuesit nga ky vend. Muajin e kaluar ne patëm privilegjin për herë të parë të ishim fizikisht në qytetin e Tetovës me një seminar aty. Ishte udhëtim i bukur, i veçantë dhe emocionues. Ju përshëndesim. Përshëndesim edhe mësuesit nga Kosova dhe kudo tjetër ku ka shqiptarë dhe që tani në këtë moment jeni duke na ndjekur. Ne realisht ju falenderojmë që keni zgjedhur sot të na ndiqni nga komoditeti i shtëpive tuaja. Siç e përmenda pak në fillim, ky webinar organizohet nga IR International School Project, ose siç e njohim ndryshe në përditshmërinë tonë, ne përdorim emrin ISP. Për të gjithë ju që jeni për herë të parë, ISP-ja zhvillon veprimtarinë e saj në Shqipëri që prej vitit 2012. Dhe në fakt është përpjekur të sjellë tema të nevojshme për një proces mësimor efektiv dhe sjellin folës shumë të kualifikuar. Qëllimi i ISP-s është të krijojë një komunitet për mësuesit kur secili të ndihet i inkurajuar, i vlerësuar, të ketë mundësi të ndajë përvojat e tij, duke marrë trajnime shumë cilësore. Ne në fakt dëshirojmë të krijojmë edhe misi të reja dhe sigurisht të zhvillohemi në fusha nga më të ndryshmet. ISP synon të sjellë një ndikim pozitiv për gjithë përfshirës për mësuesit në aspektin profesional, personal dhe atë shpirtëror me orientim të krishterë. Ky webinar sot është i fokusuar në aspektin profesional. Tema sot është shumë e veçantë dhe super nevojshme në ditët tona. Ne po e trajtojmë për herë të parë dhe jemi shumë të gëzuar që kemi këtë mundësi. Kultivimi i empatisë. Kjo është tema jonë për sot. Një nga nevojat në fakt më të rëndësishme në arsimin e sotëm është kjo. Si të kultivojmë empatinë në mënyrë të qëllimshme në klasë, dhe jo thjesht të shpresojmë që do të ndodhë si një rezultat spontan. Studimet tregojnë në fakt se kur empatia mësohet dhe modelohet vazhdimisht nga mësuesi, ajo përmirëson marrëdhëniet mes nxënësve, klimën e klasës dhe rrit angazhimin në mësim.
Sot ju do të keni rastin të mësoni strategji praktike për të integruar empati në procesin mësimor përmes diskutimeve ose ushtrimeve dhe për të kuptuar perspektivën e tjetrit, jo vetëm anën tonë. Tema do të theksoj gjithashtu fuqinë e shembullit të mësuesit, mënyra si flasim, si reagojmë dhe ndërtojmë marrëdhënie çdo ditë formon zemrën dhe karakterin e nxënësve, po aq sa edhe njohuritë akademike. Në fakt, për më shumë, unë dua t'ju prezantoj me 2 lektorët tanë. Për herë të parë, ne do kemi 2 lektorë sot në një webinar. Ata janë një çift shumë simpatik dhe shumë adakt për të folur për këtë temë. Unë po e nis duke prezantuar së pari zonjën. Ajo është Kristina Ellis, është edukatore dhe drejtuese me përvojë të gjerë në zhvillimin e mësuesve dhe përmirësimin e sistemeve arsimore. Ajo shërben si drejtore ekzekutive e Consolium Education. Ka punuar në role të ndryshme në mësimdhënie dhe udhëheqëse në arsim, me fokus në mbështetjen e nxënësve dhe fuqizimin e edukatorëve. Puna e saj kryesisht është përqendruar në ndërtimin e empatisë, inteligjencës emocionale dhe marrëdhënieve të shëndetshme në shkolla. Kristina ka udhëhequr gjithashtu iniciativa mbi shëndetin mendor dhe mbështetjen emocionale për fëmijët dhe adoleshentët. Ajo e ka vizituar Shqipërinë 3 herë deri tani dhe vlerëson thellësisht kulturën dhe komunitetin shqiptar. Për krah Kristinës sot do jetë Dustin Ellis. Ai është këshilltar profesional i licencuar me mbi 25 vite përvojë në punën me fëmijë, adoleshent dhe familje. Ai ka punuar si mësues, këshilltar dhe pedagog në universitet, duke trajtuar dhe trajnuar edukator dhe këshillues për zhvillimin socio-emocional të nxënësve. Aktualisht Dustin është drejtori i operacioneve në Consolium Education, ku fokusohet në forcimin e sistemeve arsimore dhe pajisjen e mësuesve me mjete praktike për të ndihmuar nxënësit të zhvillojnë vedi emocionale, empati dhe marrëdhënie të shëndetshme. Dustin e ka vizituar Shqipërinë 2 herë dhe ka një vlerësim të madh për rolin e mësuesve në formimin e komunitetit dhe të karakterit. Është momenti t'i ftoj të dy për ta zhvilluar temën, ndërkohë ftoj edhe Riadën për ta përkthyer në gjuhën tonë të bukur shqipe. Now, I want to invite you, Kristina and Dustin. Shqyroj It's të time for you to jump ofroj in. ftesën ndaj Open your Kristinës cameras and Dasti. microphones. Shkoha e tyre You që are ata going të to share hapin with us kamerat dhe all you have mikrofonët prepared for në today. mënyrë që të We mund are të all ndahen me ears të and gjithë eyes ne to çfarë kam listen përgatitur to your për ne wisdom. sot, të cilën e presim me padurim nga ana jonë. Thank you for having us and allowing us to spend a little time Derit talking with shumë you për today. mikpritjen që na lejoni As Bela said, sot. Dustin and I have had the Ashtu si privilege Bela of visiting tha, Dustin dhe California unë many kemi times mundësinë and që have friends të njohim there. dhe So të we're kemi very miq në excited to get Shqipëri, to e talk with kemi you today about some vizituar of our disa professional herë expertise. Shqipërinë dhe sot kemi So mundësinë të flasim edhe just për a minute of ekspertizën tonë screen sharing. profesionale. Do të ndajmë edhe materialin në ekran me ju. So today we're going to be talking with you Do të about flasim how to sot teach the lidhur social me emotional mësimdhënien e intelligence in empatisë dhe class. inteligjencës So emocionale Dustin and në I klasë. are professional educators. Before Si Dustin Dustin became dhe a unë jemi teacher for 10 years. profesional në fushën e And both of us edukimit, pra continue to edukues work in profesionist, schools in dhe ne Texas. kemi vite të tëra përvoje në And so mësimdhënie në we're very shkollë. excited to get to talk Jemi to you shumë të about what we've learned emocionuar in që do this të mund të space. flasim me ju We do për want to be punën honest tonë. that we're still learning in this Dhe në fakt area. jemi të This is sinqert, not edhe ne something jemi në that proces të our nxënit, pra schools gjithkohën në are profesionin particularly great tonë, në at. It's shkollën just an tonë, ne area that we mësojmë passionate gjëra. about and have spent a good amount of Edhe time ky learning profesion about. kërkon që ne të So dedikojmë goxha kohë, gjatë kohës që punojmë edhe të nxënit nga ana jonë. Përshëndetje. I think the things that we'll talk about today Mendoj se gjërat për të cilat do të flasim sot janë shumë të vërteta dhe janë gjëra të cilat janë më në shkallë të gjerë të pranishme. Janë anë mban botës të pranishme. Dhe janë gjithashtu zakonisht të vërteta. Por gjithashtu unë kuptoj që duhet edhe parë se si shihet dhe në nivelin ndërkulturor. So we want to
Nga ana jonë, do të donim të fillonim duke biseduar përse nevojitet të flasim për empatin në shkolla. Ideja është që ne mund ta shohim empatin si një koncept të ri. Në fakt nuk ka shumë vite, disa vite më parë filloi të flitet për empatin. Për shembull, prindrit tanë, mësuesit tanë, ndoshta nuk e kanë patur empatin në pikpamje siç ne e kemi. Ndaj për ne mund të jetë relativisht e re, ose disa nga miqtë tuaj mund ta kenë totalisht të re si koncept empatin. Por ne kemi disa vite tashmë që studiojmë, punojmë edhe flasim për empatin në punën tonë, në përvojën tonë dhe vazhdojmë ende. Po, një nga gjërat që ne bëjmë dhe vendosim me rëndësi tek mësuesit kur flasim është që duhet parë inteligjenca emocionale. Sepse kur ne flasim me nxënësit, ne në këtë mënyrë ulejmë atyre mundësinë të shfaqen të butë, ashtu siç janë, nuk i forcojmë me zor. Por ndonjëherë disa njerëz mendojnë që kjo dobësi mund t'i dëmtojë ata, por kjo nuk është e vërtetë. Sepse mësuesi që komunikon me empati e mëson edhe nxënësin se si të trajtohet për të kuptuar inteligjencën e tij emocionale. Kjo gjë nuk e zbut atë, madje e përgatit të jetë më mirë i përgatitur për botën. Pra nuk e zbut për si sa duhet, nuk e dëmton. Në fakt, ne gjithmonë kështu fillojmë, duke folur që përse nevojitet empatia në klasë. Ne nuk duam që ju të na besoni dhe të thoni po e thanë ata dhe është e vërtet. Ne duam në fakt që ju ta kuptoni edhe nga ana shkencore si mbështetet rëndësia e empatisë në klasë. Dhe një nga ulumtimet që e thekson rëndësinë e empatisë sot dhe thekson se nxënësit mësojnë mirë kur ndjehen të kuptuar. Në fakt ne urojmë që shkollat të jenë nga ana fizike të sigurt, që fëmijët mos jenë në frikë se mos do të dëmtohen apo sepse gjenden në rrezik. Por ka në fakt edhe raste kur fëmijët mund të kenë patur element të rrezikut në shkollë. Por ne nga ana jonë si mësues duhet të sigurohemi më shumë për sigurinë emocionale. Pra për sigurinë fizike mund të kujdesen të tjerë në shkollë, por sigurinë emocionale më shumë e ka përgjegjësinë mësuesi. Po, dhe kjo është një nga gjërat që mbështetet tradicionalisht nga ana e literaturës sa i përket empatisë, pra që nuk duhet të kemi shkollën një vend me dhunë. Fëmijët kur nuk kanë dhunë rreth tyre mësojnë më mirë, tregojnë më shumë interes ndaj dijes. Por siguria emocionale mund të lidhet edhe me bullizmin, do të flasim edhe për këtë. Por emocionalja, pra siguria emocionale, njëkohësisht lidhet edhe me idenë që t'u lejosh fëmijëve të ndjehen të lirshëm, edhe të mos kenë frikë të bëjnë gabime, pra të bëjnë lirshëm edhe gabime, sepse të nxënët dhe sidomos të nxënët me cilësi të lartë përfshin bërjen e gabimeve. Ashtu siç e tha edhe Justin, inteligjenca emocionale nuk mund të vi në shkollë. Ne ndërtojmë që ajo do të vi në shkollë, por jemi ne që duhet ta garantojmë, sepse ne mund të shohim që nxënësit nuk mësojnë mirë, nuk japin maksimumin kur pësojnë element të bullizmit. Dhe sigurisht ne duhet të kujdesemi që ta reduktojmë bullizmin në shkollë. Dhe nëse fëmijët kanë empati, ata mësojnë më mirë, ne këtë gjë na mbështet edhe studimi shkencor, i cili thotë se kur fëmijët janë të sigurt nga ana emocionale, janë gjasat më të larta që ata t'i inkurajojnë bashkëmoshatarët e tyre dhe janë më pak të prirur të bëhen pjesë të një konflikti. Dhe në fakt termi inteligjencës emocionale nuk është thjesht një përshkrim që i përket cilësisë së marrëdhënieve që ne kemi me njerëzit rreth rrotull nesh. Ne dimë që pa empati, pa inteligjencë emocionale, kjo gjë e redukton cilësinë e marrëdhënieve njerëzore mes nesh.
si nga mësuesit tek nxënësit, si edhe nga nxënësit mes njëri tjetrit. Dhe kjo është gjëja për cilën ne do të flasim sot, pra masa në cilën ne jemi gati ta lejojmë këtë cilësi të mirë marrëdhëniesh në klasë që e mundëson prania e empatisë. Problemi është se në kohët e sotme është akoma më e vështirë sepse është shtuar shumë bullizmi dhe të gjithë duken sikur janë bullizues dhe në fakt ti nuk di të ndihmosh i pari, pra cila është marrëdhënia me të cilën ti do të kesh më shumë të bësh në klasë. Ashtu si që tha Justin, edhe pak më herët, disa herë ne si mësues, kur flasim për ndërtimin apo zhvillimin e empatisë apo inteligjencës emocionale, mund të duket sikur nuk ka rëndësi mësimi, ose nuk ka rëndësi ti përgatisesh fëmijët për botën, ti kështu nuk po i përgatit për botën, po i bën shumë qullash, pra po i bën fëmijët sikur janë të butë, por nuk forcohen, pra lëri një çik të vuajnë se kështu forcohen. Kemi edhe disa hulumtime të tjera të cilat thonë se pikërisht kur fëmijët përjetojnë empatinë, kur ndjehen sikur ata kanë siguri nga ana emocionale, pikërisht në këtë moment ata arrin edhe më shumë në nivel akademik. Dhe kjo gjë ndodh pikërisht sepse ndjehen të sigurt në klasë, pra nuk mirakosen për sigurinë. Në këtë mënyrë i dedikohen aftësive akademike. Dhe pikërisht kjo është ajo që ne dëllojmë. Fëmijët tanë të kenë rezultate akademike, të jenë të zgjuar, të kenë nota të mira, por kjo vjen kur pikërisht ata ndjehen të sigurt, ndjehen të dëgjuar, jo të rrezikuar në klasë. Edhe Lev Vygotsky, një teorist i shquar në fushën e arsimit, edhe ai e ka thënë që të nxënët në klasë është të nxënët social. Pra ne mësojmë nga një tjetër, ne shohim një tjetër që mëson më mirë, ne mësojmë edhe nga bashkëmoshatarët, pra kjo është çështje sociale. Kjo që ndodh edhe kur ti lexon një libër dhe flet me të tjerët, kur ti ndjek një seminar, apo kur bashkëpunon, ndan informacion. Kjo liri për të ndarë informacione është cilësia e marrëdhënieve sociale. Kjo ndikon, pra liria krijohet përmes kësaj klime të butë me njëri tjetrin. Një arsye tjetër pse duhet marrë në konsiderat empatia në shkollë është sepse ne nuk e dim nga cilat familje vijnë fëmijët dhe në familjet e tyre ata mund ta kenë ose jo këtë ndjenjë, por ne në klasë duhet të garantojmë që ata të kenë inteligjencën emocionale dhe ndoshta këto rregulla ata mund të çojnë edhe në shtëpi. Pra nuk është se ata nuk sillin në klasë gjërat që marrin në shtëpi, por në të njëjtën kohë ata gjërat që marrin në klasë i çojnë edhe në shtëpi. Pra ata nxënës të cilët arrin rezultate të larta në klasë, ata do të jenë të zotë edhe në punë, në të ardhmen. Pra jo vetëm në familje, por edhe më tej në komunitet, do të shkojnë në vende të ndryshme. Dhe ne kur fokusohemi në inteligjencën emocionale, në këtë kohë ne forcojmë edhe vetë lidhjen që fëmijët kanë me kulturën nga e cila vijnë. Pra ne ata ftësohen për të gjetur një punë më të mirë në të ardhmen, madje edhe qëndrojnë në komunitet, pra nuk ndjehen sikur ajo që ndodh në komunitet nuk u përket dhe largohen nga komuniteti. Jo, me inteligjencën emocionale ata njohin më mirë veten, komunitetin nga vijnë, çfarë i bën ata që janë për kulturën nga e cila vijnë. Tani do të kalojmë pak kohë sa i përket shkencës që e mbështet empatinë dhe inteligjencën emocionale. Çfarë dimë ne nga hulumtimet që është e vërtet kundërshtueshme sa i përket. Pra gjëja e parë që ju pyetëm në fillim ishte pra ne folëm disa herë për këtë dhe duam të theksojmë. Ne nuk është se nuk e pranojmë disiplinën. Pra empati nuk do të thotë dobësi, nuk do të thotë mungesë disipline, nuk do të thotë që ti pranon disa sjellje të mundshme, do të flasim edhe më vonë në lidhje me këtë gjë se çfarë do të thotë. Por në të njëjtën gjë ne duhet të theksojmë edhe sjelljen e rregullt, pra rregullat do të zbatohen, por kjo gjë mund të bëhet në një mënyrë empatike. Nuk themi që ka empati dhe s'ka rregulla. Në fakt është shumë e nevojshme ta kuptojmë çfarë është e vërtetë. Gjë që nuk lidhet vetëm me krijimin e diçkaje, nuk lidhet me shpikjen e diçkaje, ka të bëjë me të kuptuarin, çfarë po ndodh në jetën tonë, çfarë po ndodh në kulturën tonë. Ne jo gjithmonë shkojmë tek doktori për shembull kur kemi një problem. Më dhem shpina,
a më dhem këmba, a më ka zënë gripi, dhe ne kuptojmë që ne nuk shkojmë te doktori për çdo shqetësim shëndetësor që kemi, pra kjo është natyrore. Dhe ne na vështirësohet puna, e kemi pak të vështirë ta kuptojmë. Pra cila është e vërteta mbi veprimet që ne bëjmë, cila është e vërteta mbi atë që ne planojmë ose jo. Pra kjo është pjesë e inteligjencës emocionale. Të kuptosh si e quan ti të vërtetën, pra çfarë bëhet kur je sëmur, çfarë bëhet kur ke dhimbje. Pra kjo është pjesa e emocioneve dhe asaj që shkon mbrapa veprimeve tona. Pra së pari vjen të kuptuarit. Çfarë ndodh me ty? Çfarë ndodh me ty dhe me të tjerët nga ana emocionale? Pra të emërtosh ndjesinë që ke, të emërtosh ndjesinë që tjetri ka. Dhe nga momenti i emërtimit, do të thotë që ne kemi një njohuri mbi të vërtetën që na rrethon. Më pas, të vërtetë ne e përdorim duke ju përgjigjur asaj dhe përgjigjja vjen me mençuri, vjen me humanizëm. Në këtë mënyrë, për shembull, unë ndjehem i inatosur. Kur dikush më keq trajton, më tregon mungesë respekti, unë ndjehem i inatosur. Dhe unë e kuptoj që dhe kur dikujt tjetri i tregohet mungesë respekti dhe ai ndjehet i inatosur. Ndaj, sa i përket inteligjencës emocionale, kemi 4 komponent kryesor. Faleminderit për hyrjen që bëre. It's weird as a couple we get to do things together. Ne në fakt është e çuditshme, jemi çift dhe bëjmë shumë gjëra bashkë dhe prapë ruajmë këtë momentin falendërues ndaj njëri tjetrit. Edhe e dim këtë gjë, jemi të vetëdijshëm. Dhe këto janë edhe në fakt komponentët që kanë të bëjnë pikërisht me marrëdhënien me veten dhe me tjetrin. Pra vetëdija. Kjo në fakt është shumë e rëndësishme për ne, gjithashtu, sepse nëse ne duam të ndihmojmë nxënësit që të jenë ata të vetëdijshëm për emocionet e tyre, si ata reagojnë kur ndjejnë një apo një tjetër emocion, na duhet edhe ne vetë të njohim emocionet që ne jemi duke kaluar. Pra tregon pa kurajo kur ti ja pranon vetes se si ndjehesh. Dhe kjo është gjithashtu pjesë e inteligjencës emocionale. Pra e para është vetëdija. Pastaj është si ti vepron pasi je i vetëdijshëm. Pra ke një skenar të caktuar. Është shumë e nevojshme në fakt që pas vetëdijes të vijë ajo që quhet vetrregullim. Sepse unë di që një shok më ka tradhtuar, ai nuk është treguar i sinqert me mua. Di që ndjehem jo mirë për këtë gjë, vetë rregullimi ka të bëjë me vetë disiplinimin. Pra, fakti që unë kam vetë dije për ndjesinë që ndjehem i zhgënjur, më çon në vetë rregullim, duke disiplinuar veten që unë nuk do bëj atë që më vjen të bëj për shokun që më ka zhgënjur. Por, unë e kuptoj që ai më ka zhgënjur, unë ndjehem i zhgënjur dhe duke kuptuar zhgënjimin të vetja, unë kuptoj për shembull edhe fëmijët në klasë, që si ndjehet një njerëz që është i zhgënjur nga shoku, për shembull një fëmijë përse të dilte mirë në test dhe nuk ka dalë mirë në test. Dhe kjo gjë na ndihmon që ne të kuptojmë të tjerat. Kjo do të thotë vetëdija sociale. Pra, në këtë mënyrë, kur kuptoj veten, unë atë kuptoj edhe tjetrin. Kjo gjë më çon që unë të reagoj ashtu siç duhet. Në këtë mënyrë, kur zhgënjur, do vendos si do sillem me ta, ose mund t'i afrohem dhe t'i them në një situatë të tillë, por të paktën kjo më ndihmon të kem aftësi më të mira në marrëdhënie me të tjerët. Pra, nëse ne kuptojmë tjetrin, ne arrijmë edhe të veprojmë ashtu siç duhet me ta, por nëse ne nuk kemi vetëdije, nuk kemi vetrregullim, ne nuk mundet të ndërhyjmë tek nxënësit. Nga ana tjetër, as nxënësit nuk mund të përgjigjen mirë të tjerëve. Ata së pari nuk mund të identifikojnë emocionet me kolegët, me shoqët, apo me shokët, apo edhe ne vetë me supervizorët. Nëse nuk kuptojmë emocionet, ne nuk do të përgjigjemi ndaj tyre. Sërish duke u mbështetur në hulumtimet e fundit për të parë se si lidhen konceptet neuroshkencës me emocionet, studimet thonë që psikologjia e hartëzon trurin, është si të kesh një zjarr para. Kjo ndikon edhe në mënyrën se si ne japim ndjesim. Një nga gjërat që ne kemi mësuar nga studimet neuroshkencore është që kur nxënësit janë të stresuar, ata mësojnë gjithmonë më pak.
Pra, student. informacioni So që ne the kemi exact lidhje same me way gjendjen the teacher emocionale teaches për the nxënësit, student about how she teaches. na mundëson And when a që t'i student has ndihmojmë ata. stress Pra, and kur one ne kuptojmë student që fëmia doesn't, ka the student stres who does not experience stress dhe learns more. ata When we're i stressed, shohim our që janë në bodies, gjendje our stresi, minds, our ne brains are kuptojmë filled që with kur njeriu ka hormone stres, cortisol. We have trupi adrenaline pumping through our ka system. adrenalinë të lartë. These are the fight Dhe or kjo do flight të thotë hormones and që chemistry that ata sits within our nuk body mund të when we mësojnë are mirë, stressed, when we sepse are frika hurt, aktivizon when përgjigjet e our body is mbijetesës prepared to dhe protect trupi us. ynë është i përgatitur të mbijetojë, When të we mbrojë have veten. cortisol Kur flooding ne our kemi system, kortizolin e lartë, we also don't have the capacity ne to nuk e learn, kemi to aftësinë remember well, të to mbajmë mend, focus. We nuk may mund të also be treating physical fokusohemi, injuries. nuk Fatigue mund të or jemi pain reliever when we have a broken mendërisht leg. të This angazhuar, ashtu siç returns kur the kemi pain, dhimbje but fizike për because shembull, our kur body kemi is këmbën e experiencing thyer, pain, nuk na lejon lots of dhimbja cortisol in të our system. mësojmë. Our Pra system dhimbja na secretes çon rritjen e cortisol, and when we have kortizonit cortisol, our në body tru. Pra produces kur the hormone trupi that allows us ynë to ka heal. kortizon më So të the lartë, painkiller then allows our body ai to function shërben healthy. This is very much the si same thing that frenuesi të nxënit, sepse në atë when we're moment stressed. rritja e kortizonit When mund we're të ketë stressed, we're nevojë also edhe për dying to rritjen learn e because një the biochemistry is different parandalimi nga when we're ndaj stressed and when dhimbjes. we're relaxed and Pra prepared kur ne to jemi të continue and në progress. dhimbje, ne nuk mësojmë dot. Kur jemi të çliruar, të Most shplotur, teacher mund të training mësojmë më programs mirë. talk about Maslow's hierarchy of Hierarkia e needs. nevojave e This is Maslowut not a new na concept. We've known thekson this for a long time. që Might be kjo në something fakt new nuk for është the diçka e re, listener. kemi vite So që one kjo of the gjë things është that zbuluar, ne e dim. isn't Por ama talked çfarë about na as nevojitet often të is when we look rifreskojmë at the bottom është of kur students' nxënësit needs, kanë there are vështirësi, physical needs, ata but nuk then arrin next dot to it nivelet they të larta të create nxënit needs. kur mungon And a siguria, lot of times përkatësia we talk apo about that stabiliteti safety in emocional. terms of Dhe protection, shpesh herë kur ne security, flisim për making sure mbrojtjen, that sigurinë, they're not going to be physically hurt. ata nuk do të But jenë this also të shows us sigurt that nga they ana have emotional emocionale. safety needs. Kjo gjë And that do is të shkojë they nga don't ana live in fizike that dhe emocionale vacuum. They can't move njëkohësisht. to Pra kur fëmijët another nuk level ndjehen instantly. të sigurt, ata nuk mund And të we want to mësojnë. Pra aim në momentin që plotësohen the nevojat physical e development world and those këtyre, systems there. atëherë ata mund We të want to aim përqendrohen for në të nxënat. self-actualization. Pra në We want to botë aim for vetë personal growth. aktualizimi, rritja It means that we personale, have to përmbushja cultivate, është teach ajo and që vjen create pasi another janë human being that's përmbushur able to nevojat e live and tjera. develop Dhe and ne understand kuptojmë që kur themselves njeriu well arrin and vetë find aktualizimin, success. kjo qenie njerëzore arrin And suksesin në jetë, as sepse ke Maslow's kuptuar nevojat e pyramid tjera. Pra tells siç us, piramida e nevojave e bottom Maslowut needs e not meet tregon, the need në above. fund janë nevojat vetjake And so we elementare të want sigurisë fizike humans to achieve dhe ne needs duam that që intersect njerëzit where të they're arrijnë breathing well, të gjitha safety needs and fazat që social të arrin tek because vetë everything aktualizimi, has por to nëse ai nuk ndjehet i sigurt fizikisht apo emocionalisht, ai nuk the mund emotional as të arrijë intelligence that Skinner was inteligjencën talking about in his emocionale, nuk mund safety të needs arrijë as quote. të nxënët. But emotional intelligence also Ndaj, references inteligjenca emocionale thekson satisfaction in the social nevojën aspect of që things. ka Because if për we're të actually not plotësuar self-aware and nevoja not aware of the world around us, nga ana how will we fizike, be nga able to nevoja e understand sigurisë, that, nga nevojat that our sociale ability to make apo e connections, vetë train family and vlerësimit. friends, Kur kjo gjë ndodh, ata lidhen më mirë me familjen, me miqt, dhe kjo gjë më vonë i lejon edhe të nxënat. And so now we're going to talk a little bit more Ne do të about flasim how pak this më impacts the shumë classroom. se si kjo gjë ndikon në kuadër të So your mësimdhënies në classroom, klasë. you have Klasa në students in fakt, front of you every sa day, ko ju keni të përballë is a ju çdo ditë, ju e relationship dini environment. këtë gjë, që You klasa have a është një relationship mjedis with all of the marrëdhënies students that you teach, njerëzore. and they have Dhe relationships kur ju with each jepni other. mësim, ju So nuk it's jepni not just vetëm about information dhënie delivery. informacioni. Kur ju jepni You mësim, are all jeni duke well dhënë equipped to marrëdhënie, pra give your duke dhënë dhe students the marrë. information they need. Dhe But ky learning është is edhe also informacion shumë i relational. rëndësishëm për ta. Pra nuk është vetëm Have strong informacioni, por është relationships with our marrëdhënia. students. Dhe nxënësit duhet We të have dinë, a a saying that ndjehen ata students të don't care how sigurt, much you a know until they know how kujdeset much you mësuesja care. për ata, And ata so duan ta that is the dinë që mësuesja i ka xhan, për relationship shembull, a piece interesohet of mësuesi learning. për mua. Students A are do constantly ndihemi unë i asking lirë të themselves, mësoj am I apo do safe? ndihemi i Am I going turpëruar? to be A embarrassed if jam I i get this sigurt? answer Ai për wrong? kanë Does thënë my këtë teacher gjendje, care? apo mund të ndihem në This rrezik? isn't devaluing the Kjo nuk content do that të we thotë që bring të to the zhvlerësohet table. mësimdhënia One për nga informacioni, për typical nga tema, për nga fusha perspective that lëndore, me educators gjithë and educators respektin might që have had kemi. and we've had is
Ne to a student, don't you ajo që understand duam të value? theksojmë është përveç lëndës i themi fëmijëve, a e kupton sa e rëndësishëm je ti për ne? A e kupton se ne të vëzhgojmë, ne të dëgjojmë me vëmendje, ti ke shumë rëndësi, pra nxënësit këtë duan të ndjejnë nga mësuesit. Ata ndonjëherë mund të mësojnë më shumë kur ju i thoni, ti nuk e kupton sa i rëndësishëm je për mua. Pra, nuk fokusohet vetëm lënda, por edhe rëndësia që nxënësit kanë në klasë. Në fakt është shumë e rëndësishme që ata të angazhohen në të gjitha gjërat, por ndonjëherë u duhet thënë ose ne duhet kujtohemi që ne jemi të suksesshëm si komunitet kur fëmijët e dinë që këtu në klasë ka edhe rëndësi elementi social, që fëmijët ndjehen të vlerësuar. Ata ndjehen të rëndësishëm, sepse mësuesi i thotë ti je i çmuar për mua. Informacioni që unë po t'jap është i rëndësishëm, po më i rëndësishëm je. Ne gjithashtu e dim, e folëm pak më herët, që shëndeti emocional dhe shëndeti fizik janë lidhur. Për shembull, stresi emocional ndikon në përqendrim. Vështirëson edhe gjumin, kur fëmia është i stresuar, nuk fle mirë, nuk sillet mirë, nuk mban mend mirë gjërat. Për shembull, a keni ndonjë rast, për shembull, ndonjë person të moshuar që kur ka stres në punë, për shembull, ose ka pasur një konflikt në punë, ju vini re që ai fillon të ketë probleme shëndetësore vetëm nga stresi që has në punë. Ata nuk flen dot mirë, nuk përqendrohen, nuk mbajnë mend gjërat, harrojnë gjërat që kanë për të bërë, pikërisht prej stresit emocional që janë duke kaluar në punë. Pra gjendja stresuese ndikon atyre në kujtesë, në shëndet. Pra kjo është ndihma që mund të jap në këtë rast inteligjenca emocionale. Sepse inteligjenca emocionale e kupton faktin që një stres ndikon në përqendrim, një stres ndikon në gjuhë. Një gjendje e stresuar na pengon edhe të marrim vendimet e mençura, pra nuk marrim dot vendimet e duhura nëse jemi në gjendje stresi. Apo kur njerëzit rrethotunesh mund të na shkaktojnë edhe një gjendje stresuese, nuk marrim dot vendimet e duhura. Ndaj, në këtë rast, ju duhet të kuptojmë që mësuesit kanë një ndikim të pamas tek nxënësit e tyre. Sepse mësuesit, sidomos tek fëmijët më të vegjël, për shembull, mësuesit janë edhe model për ta. Sepse fëmijët i shohin si modele nxënësit, dhe ashtu siç veprojnë mësuesit, pra nxënësit i shohin mësuesit si model. Dhe ashtu siç veprojnë mësuesit, mësojnë edhe nxënësit të veprojnë eventualisht. Për shembull, ne duke vepruar para tyre, modelojmë sjelljen tonë, se si ne i rregullojmë vetë emocionet tona, ose se si ne tregojmë respekt për të tjerët, ose se si ne zgjidhim konfliktet përballë një situate të vështirë. Pra, rregullimi emocional që ne si mësues mund të bëjmë në një situatë stresuese, fëmijët tanë shohin në klasë. Pra, ne vetë si e kemi inteligjencën tonë emocionale. Kjo gjë duhet paraqitur tek ta. Pra, nuk mund të themi që ju duhet të keni inteligjencën emocionale, ndaj nxënësve kur ne vetë nuk e kemi këtë gjë. Pra, duhet edhe tek ne modelimi i të gjitha këtyre, i durimit, i dëgjimit, sepse ne përfaqësojmë një model dhe nxënësit kur nuk dinë se si të veprojnë, për shembull, me një situatë të panjohur, ata do thonë, po mësuesi im si vepron, sepse për fëmijët ju jeni të përsosur. Ata ashtu ju shohin. Për shembull, kur ata kanë kuptuar që ju keni patur një situatë të vështirë me një koleg, apo dhe një marrëdhënie në një klasë ku ata kanë qenë pjesë, për shembull. Ata ju vëzhgojnë dhe kur ata gjenden në një situatë të ngjashme thonë, prit, po mësuesi si e ka demonstruar këtë situatë? Pra këto janë praktike, nga ana e botës reale. Pra, ja e sheh prindin, mësuesin si zbatimin praktik në klasë. Për shembull, për shembujt edhe më herët për empatinë apo inteligjencën emocionale. Ju duhet ta kuptoni rolin që keni. U shfaqni atyre një model real. Dhe një gjë që mund të bëni për ta është fjalori emocional. Është shumë e nevojshme që ju të mësoni nxënës gjuhën që nevojitet nga ana e tyre për të shprehur ndjenjat si zhgënjimi, ndrydhja, turpi, mirënjohja, ankthi apo krenaria. Pra, në ekran I kemi shfaqur
të gjitha ndjenjat dhe fjalorin përkatës që mund të nevojitet, që fëmijët të shprehen, të jetë e vështirë për shembull që fëmijët të thonë për disa ndjenja të cilat nuk e kanë fjalorin ta shprehur. Mund të ketë edhe ndjenja për shembull që nuk shfaqen me një emër, me një mbiemër, por kërkojnë fjali. Për shembull, ju të thoni që pata një situatë me bashortin apo bashkëshorten, edhe mund të shfaqni me një fjali, duke thënë që nuk e kuptoja çfarë po ndodhte dhe ndjehesha kështu. Ose ndodhi një situatë dhe ndodhi kështu. Ose e kam të vështirë ta kuptoj veten ndonjëherë kur ndodh kjo gjë. Dhe ndonjëherë ne nuk I themi dot as vet ato ndjenja të cilat jemi duke përjetuar. Ndaj, duke u dhënë fëmijëve fjalorin, ata mund të kenë terminologjinë e dur, fjalorin e dur për të shprehur ato emocione të cilat janë duke përjetuar. Pastaj, momentin që ata e përvetësojnë fjalorin e dur, duhet ta zbatojmë atë dhe mund të bëjmë disa ushtrime konkrete për marrjen në konsiderat të perspektivës së tjetrit. Nga këto ushtrime mund të jetë diskutim mbi letërsinë. Për shembull, si ndjehen personazhet në një vepër letrare. Nëse jeni duke lexuar një libër I cili ka grup moshën e fëmijëve të vegjël, ju mund të bëni pyetjen si më ndjehen personazhet në këtë situatë. Ose nëse keni një libër me mosha më të mëdha, mund të thoni për sa I përket diskutimit, perspektivës rolin që mund të kenë pasur, për shembull, personazhe të ndryshme, jo letrar, por edhe historik. Për shembull, mësuesit që mund të jenë tani në webinar të cilët japin lëndën e historisë. Mund të ndërtohet një pyetje që si ka qenë situata historike, cili ka qenë roli që personi me vlerë historike ka patur në atë moment. Pra, të bëjmë analizën e skenarit të konfliktit, të personave të përfshirë. Dhe në këtë rast mund të përdorim edhe ato që quhen raste studimore. Në këtë moment ne u parashtrojmë situatën, u japim diçka që të mësojnë në këtë rast studimor, u bëjmë disa pyetje në fund. Për shembull në fushën e letërsisë, në fushën e historisë, rastet studimore mund të ndihmojnë ose mund të përdoren si ushtrime edhe për biseda reflektuese midis bashkëmoshëtarëve. Sepse kur fëmijët marrin edhe veten në konsiderat brenda rastit studimor, u jep atyre fjalët për të thënë kështu ndodhi ose kështu ndjehem. Momentin që ata e bëjnë këtë gjë me një personazh tjetër, historik apo letrar, kjo gjë do ju jap edhe mundësinë ta bëjnë për veten analizë. Është gjithashtu e rëndësishme që ju të mësoni fëmijëve si të zgjidhin konfliktet. Nuk është natyrale në fakt në mënyrë të zgjidhin konfliktet, por ne prapë mendojmë se kur fëmijët janë në mes të një konflikti dhe përtasin dhe janë gati të kapen flokësh, ne duhet të demonstrojmë se si mund ta ndërpresim konfliktin. Dhe kjo është e vështirë sigurisht, por është e nevojshme të kuptojmë që fëmijët në mes të një konflikti duhet të bëjnë një pauzë dhe të themi prit. Çfarë po ndodh? Hajde të përshkruajmë emocionet. A ndjehemi ndrydhur? A ndjehemi sikur po na mbahet ora bëhet një padrejtësi? Atëherë e dim në këtë fakt që të ndërpresësh konfliktin dhe të reflektosh nuk është e lehtë. Por ama mund të përdorim pasi të ketë kaluar situata, që ata të rikthehen dhe të mendojnë cilat ishin emocionet që po ndjeja, isha I ndrydhur, isha I trishtuar, isha I surprizuar. Pra u kërkohet që në fillim fëmijët të bëjnë përfundon konflikti para se të reflektojnë, u kërkohet të bëjnë një pauzë në klasë. Ata marrin kohën të mendojnë për çfarë ndodhi, si u ndjeva, cili ishte problemi. Në këtë mënyrë aktivizohet ajo pjesë e trurit të tyre që është elementi logjik, jo emocional, por duke reflektuar mbi emocionet, ata përdorin logjikën.
këtë mënyrë I themi trurit të procesojë di emocionet që ata kanë përjetuar dhe cila është ajo pjesë e trurit që merret me procesimin. Dhe në këtë mënyrë ata harxojnë kohë duke kaluar, por e shoshisin situatën. Ata dëgjojnë perspektivën tjetrit dhe mund të thonë që shiko, kjo gjë më emocionon, mund të mendoj për të gjetur një zgjidhje. Do ta kem të situatë më të lehtë nëse do të hasi situatë të ngjashme me prindrit, do mund të mendoj për këtë gjë. Pra, ne nuk I kemi aq shumë të sofistikuar nxënësit dhe mund të jetë vështirë, por kur ju kërkoni të bëjmë pauzë, ta ndalojnë konfliktin dhe identifikojnë çfarë ndodh kur bëhet kjo gjë. Ata do të identifikojnë më mirë emocionet e tyre dhe kjo do të lejojë që të përshkruajnë problemin me më shumë respekt dhe më me saktësi. Ndoshta ata ndjehen të zhgënjur. Kur thua, unë ndjehem I zhgënjur nga ty. Kjo gjë është më me respekt I thua që ndjehem pak I zhgënjur se sa më ke inatosur ose më ke sill në majtë të hundës. Kjo gjë njëkohësisht do të thotë që kur fëmijët vetë arrin të komunikojnë si ndjehen, këtë gjë ja bën tjetrit me dije dhe tjetri e merr në konsiderat perspektivën e bashkëpunëtarit. Pavarësisht se cila është mënyra që ata kanë ndjekur për të arritur në këtë të kuptuar, fakti që flasin I ndihmojnë fëmijët. Pra edhe fakti që fëmijët flasin, shiko si ndodhi, qoftë 5 minuta apo 5 sekonda, fakti që flasin për konfliktin, për situatën është fantastike dhe duhet mirëpritur kjo bisedë në klasë, sepse duke u angazhuar në këtë proces, kjo gjë është shumë e mirë. Në fakt nuk është diçka që ndërtohet me një ditë, duhen muaj dhe vite të tërë që të përdoret si praktik nga mësuesit në klasë. Nuk ka zgjidhje aty për aty, nuk ka zgjidhje të menjëhershme. Pra kjo është një punë e cila merr shumë kohë dhe me kalimin e kohës ata vetë aftësohen për të emërtuar problemet e tyre dhe për të zgjidhur problemet e tyre. Një mënyrë tjetër në të cilën ne veprojmë është së pari flasim për inteligjencën emocionale. Po ana tjetër është diçka që edhe duhet të njohim këtë gjë, është ajo thënia që ti nuk u tregon dot atë që ti se di vetë. Pra vetë ne të jemi të parë të vetëdijshëm për inteligjencën tonë emocionale. Pra nëse ndodh diçka në klasë, nevojitet që ju të ruani qetësinë. Është shumë e nevojshme që ju ta modeloni në klasë tonin e qetë gjatë konfliktit, të tregoni respekt në rast mosmarrëveshjes, të dëgjoni në mënyrë aktive, të tregoni durim në një situatë të caktuar, sepse të dëgjuarit aktiv është një proces I cili nuk vjen lehtësisht. Duhet kuptuar me shumë kujdes. Pra, nuk është mirë të përsërisësh thjesht fraza që tjetri thot për të thënë unë po të dëgjoj në mënyrë aktive, jo, duhet kuptuar në të vërtetë, pra dëgjimi aktiv është I vështirë për të realizuar dhe do kohë për të bërë. Por nevojitet saktësimi, nevojitet durimi, nevojitet dhe kërkimi I faljes, kur është e përshtatshme, sepse kur fëmijët për shembull tregojnë diku mungesë respekti, ju thua që unë kuptoj, kjo është e rëndësishme. Pra ti, kur diçka ndodh, kërkon falje, I pari si mësues. Kur diçka ndodh që nuk duhet të ndodhte, pra mësuesi e modelon kërkimin e faljes, nuk e bën vetëm të gabueshëm. Mësuesi mund të thotë, po është e vërtet, unë doja të nxitoja dhe nuk e bëra siç duhet këtë gjë. Ky moment që ju pranoni edhe një faj të vogël në thonjza është një moment që e forcon në mënyrë të pabesueshme marrëdhënien mes mësuesve dhe nxënësve, sepse e bëjnë autoritetin të prekshëm, jo një autoritet mësuesi të paprekshëm, të largët. Sepse kjo tregon që edhe vetë mësuesi mund të bëjë rregullimin emocional kur ndodhet në stres, pra vetë mësuesi. Pra kur fëmia vetë e sheh mësuesin që dhe mësuesi kërkon
respekt, kërkon falje, kjo gjë e rrit respektin që nxënësi ka për mësuesin. Na nejoni të saktësojmë diçka. Kur tregojmë empati, nuk themi që fëmia mund të bëjë çfarëdo lloj gabimi pa asnjë lloj pasoje. Jo, asnjëherë. Në fakt, pikërisht sepse kemi empati, ne bëjmë ata me dije që kjo sjellje vjen nga ky emocion, ama kjo sjellje ka pasoja. Pra, kur ju flisni me ta dhe ushoni që ju e kuptoni që ata kanë këto emocione, ju gjithashtu i bëni me dije që mësuesit kanë pritshmëri të larta, por nga ana tjetër kanë edhe përgjegjësi, pra ndërkohë që përgjigjen në mënyrë emocionale dhe të mirë ose të pranueshme për ta, kjo gjë krijon edhe një të kuptuar për marrëdhënie në klasë. Ne dim që ju jepni mësim të moshave të ndryshme. Tani do t'ju tregojmë disa strategji të cilat janë të ndryshme sipas grup moshave. Pari kemi moshën e fëmijëve më të hershëm në moshë. Pra mosha e fëmijëve për shembull 5 vjeç që vijnë direkte nga shkolla, pastaj nga 5 deri në 10 vjeç që kanë kaluar disa vite në shkollë. Ata fillojnë duke mos njohur emocionet, pra ju mësoni atyre të paktën të identifikojnë emocionet. Për shembull fëmijët e moshës 5 vjeçare nuk përjetojnë mirë ndarjen me prindrit, nuk e kuptojnë për shembull mirësinë e bashkëmoshatarëve, ose që është me radhë lodra, një herë e përdor njëri tjetri dhe kur tjetri nuk e ka lodrën ai mund të mërzitet, pra njohja e ndjenjave të tjerëve. Pra kur ne punojmë me ta me këtë mënyrë, është sikur të jesh duke shkarkuar disa të dhëna në trurin e tyre, të cilat ata nuk i kishin më parë. Për shembull fjalori dhe disa nga metodat efektive janë në fushën e historisë, lojrat e të tjerë. Diçka tjetër për moshën 11 deri 14 vjeç që ndryshon ka të bëj tek fusha e fokusit janë marrëdhëniet me bashkëmoshatarët, si të zgjidhin konfliktet, si të jenë më të vetëdijshëm, apo dhe pjesën që ata kanë në shoqëri përkatësi sociale. Dhe mbani mend që për ta realizuar këtë gjë, sa i përket fushave të fokusit, disa metoda efektive të suksesshme janë diskutimet pasi u jepni disa udhëzime, sepse kjo ndërton një themel të fortë për mënyrën se si punohet me këtë grup moshë. Më pas, mund t'i shihni për shembull që ata marrin vendime të gabuara. Si i ndihmoni ju ata? E rëndësishme është që t'i thoni që këto bëhet në këtë mënyrë, por edhe mund të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, ose të ndryshojmë zakonet, ose të mësojmë nga njëri tjetri. Sa i përket fëmijëve të kësaj grup moshe, mendoj se është gjë e rëndësishme, është që kur fëmijët bëhen bashkë, qoftë për një projekt apo për të marrë një informacion, fokusi i tyre nuk është aq shumë tek materiali akademik, sesa tek, pra mësuesi kur fëmijët punojnë në grup përmes një projekti, nuk do të shoh a e realizuan projektin akademike, por si ndërvepruan. Pra shumë e rëndësishme për të parë ndërmjetësimin midis bashkëmoshatarëve. Nëse punojnë së bashku për një eksperiment, do të vetëm njëri projektin, ju kuptoni se si është ky ndërmjetësim bashkëmoshatarëve. Ndërsa për moshën më të lartë, 15 deri në 18 vjeç, tani kuptoni që kur ju mbush 18 vjeç futet tek të rriturit. Ndaj nga kjo grup mosh do të dalin fëmijë që do të hynë në universitet. Pra kjo grup mosh është më e rëndësishme sepse ju i kuptoni ata, çfarë identiteti kanë, a duan ata të marrin një rol leadershipi, çfarë mendimesh kanë, a i kanë etike apo jo, a janë të aftë për rregullimin emocional të tyre, si do të ndërtojnë ata marrëdhëniet më të ardhme. Pra ju kuptoni çfarë njerëzish po rriten, çfarë njerëzit po dalin nga bankat e shkollës. Ata mund të kenë dëshira të ndryshme. Ata mund të kenë dëshira të ndryshme. Për shembull, unë nuk e pëlqej kafen siç e pëlqejnë prindrit e mi. Pra edhe nëse disa fëmijë në këtë moshë bëjnë siç bëjnë prindrit e tyre, ka edhe fëmijë që ndërtojnë identitetin e tyre ndryshe nga prindrit. Për shembull, kjo gjë që bëj unë më përcakton kush jam.
dhe dua të bëj më së miri atë njeri që unë jam në kuadër të kulturës time që më përkufizon si njeri. Dhe kjo mund të jetë e vështirë, sidomos në këtë grup mosh. Dhe metodat për të realizuar këtë janë debatet, shkrimi reflektues, sepse fëmijët në këtë grup mosh, për shembull 18 vjeçarët, 17-18, ata nuk mund të kenë asnjë nga këto aftësi, për shembull. Këto ide mund të duken të vështira për disa, për shembull mentorimi, projektet komunitare. Nëse ata nuk kanë fjalorin e duhur, ata nuk do të arrijnë të shprehen për hapat e mëparshëm. Pra, nëse ju keni në përkëmbur ato hapat e grupmoshave të mëhershme dhe fëmijët janë në këtë moshë, është shumë e vështirë të fillosh për rregullimin emocional në këtë moshë. Pra, do të jetë edhe më e vështirë, jo e pamundur, por sa më herët të filloj të folurit mbi emocionet, aq më mirë është. Dua ta ndërpres, shoh që kemi shumë pyetje në chat. Do të rikthehemi pyetjeve për një moment. Edhe urojmë që të kemi përgjigje për pyetjet tuaja. Po, kemi disa pyetje shumë të mira në fakt, që pjesëmarrësit në drejtojnë tek hapësira e pyetjeve dhe përgjigjeve. Dua të lexoj disa prej tyre. Nuk e di se kemi kohë për të përgjigjur të gjithave. E para është, po e përkthej edhe në shqip. Që keni dërguar në faqen tonë ose në atë logon. Po e thot vetë në shqip Bela. E para është nga Besnika Lili, faleminderit shumë për pyetje. Besniku pyet sa ndikon empatia kognitive dhe ajo emocionale në respektimin e diversitetit në klasë. Shumë pyetje interesante. First question for you guys is asked by Besnik. He asks and says, how much do cognitive empathy and emotional empathy influence the respect for diversity in the classroom? A great deal, yes, a great deal. Po, ha një mas shumë të lartë, pra në një mas shumë të lartë. Është e vështirë për mua që të vlerësoj njerëzit me të cilët ndodhem nëse nuk i njoh mirë ata, nëse nuk e kuptoj mirë ata. Sigurisht, ne jemi shumë të ndryshëm, edhe në Amerikë. Një shoqëri shumë kulturore. Kam një shok për shembull që jep mësim në një shkollë në shtetin ku ne jetojmë. Atje në gjuhën e tij kanë nxënës nga 68 vende të ndryshme të botës. Pra thot në shkollën time janë 68 gjuhë të ndryshme. Imagjinoni, thot, me kaq shumë gjuhë, me kaq shumë vende, si mund të kemi ne të kuptuar të përbashkët? Ku e gjejmë pikën e përbashkët? Te emocionet e gjejmë, për shembull tek vlerësimi që kemi për universitetin. Për shembull kur i shpjegoj gëzimin, sa bukur është kur udhton botën, ose sa bukur është të darkosh me miqtë tu. Kjo është piktakimi. Përmes kësaj piktakimi ne themi që ne duam shumë botën, ne vlerësojmë shumë këto që bën diçka për të mundësuar diversitetin për shembull. Kemi një pyetje tjetër nga Marieta. Ajo na thot këtë. Dalloj një mësimdhënës ndryshimin mes mungesës së disiplinës dhe nevojën emocionale pa shprehur tek nxënësi. Shumë prej herëve, në shumicën e kohës, sjellja që është si një shpërthim emocional, për fëmijët që u gjuajnë bashkëshortarëve, jo gjithmonë është një mungesë e inteligjencës emocionale. Shpeshherë fëmijët nuk e kanë fare idenë se si zgjidhen konfliktet, s'ka kanë zgjidhur njëri, nuk ka mësuar njëri, nuk kanë parë se si zgjidhen fëmijët apo prindrit në familjen e tyre problemet. Nuk kanë marrë trajnim, as të fshehtë as të dukshëm, se si zgjidhen problemet. Ata nuk dinë se si të zgjidhin konfliktet në mënyrë të shëndetshme. Vetëm në mënyrë që ata kanë parë në familje është duke u sjell keq, duke gjuajtur, ose përmes dhunës fizike, ose kryesisht duke mos u sjell mirë. Një element këtu është niveli i interpretimit, siç mund ta kemi thënë më herët, për fëmijët, kam një fëmijë 3 vjeçar.
ai do karamele, nuk e merr dot karamele. E merr ai me dhunë, kur unë i them mos e merr, unë i natosem, pse i marr për leje karamelet? Po të dua unë, për shembull, ja kap dorën me forcë, por jo, unë bëj një bisedë me ta për disiplinën, pra nuk ushtroj forcë me ta në një moment të tillë. Por me 17 vjeçarin, unë flas ndryshe nga që flas me 3 vjeçarin. Aty pra bëhet dallimi, se si bëhet komunikimi dhe sjellja e një 3 vjeçari dhe sjellja e një 17 vjeçari bën dallimin. Mund të jetë i njëjti skenar, mund të jetë e njëjta situatë, por është një grup moshe ndryshme, edhe mënyra për të folur gjithashtu është ndryshme. Pyetja tjetër që kemi marrë nga Malvina, e cila pyet: si mësues, ne përpiqemi shumë të ndërtojmë disa praktika, por Brexit sot mund të jetë pak sfidues. Besoj se empatia duhet të kultivohet edhe brenda familjes. A mendoni se do të ishte mirë të kishim një lëndë shkollore të fokusuar plotësisht tek empatia? Po, kjo është një pyetje shumë e mirë. Shumë prej shkollave me të cilat unë punoj kanë filluar të kenë një lëndë e cila nuk është me timin por që ka të bëjë me inteligjencën emocionale. Ndoshta nuk është gjithkohën kjo lëndë, por marrin disa minuta ose një ditë në javë. Por e gjithë shkolla ama mëson të njëjtën gjë, secilat janë pritshmëritë në mban shkollës. Kjo gjë së pari ndihmon mësuesit ditë pas dite që të vazhdojnë të njëjtat strategji, mos të bëjnë një herë dhe pastaj i harrojnë. Ata mësojnë për ndjenjat që kanë, për shembull përdorin atë rrotën e ndjenjave, si ndjehen fëmijët ose të përshkruajnë ndjenjat e tyre. Dhe nëse të gjithë punojnë të njëjtën ditë me të njëjtën gjë, fëmijët me njëri tjetrin flasin, mësuesit me njëri tjetrin flasin, pra ndahet i njëjti informacion. Dhe kjo gjë ndihmon që shkollat të bëjnë një mësimdhënie drejt për drejt dhe të gjithë njëkohësisht e modelojnë atë. Nga ana tjetër ne e pranojmë që familjet edhe prindrit gjithashtu zhvillojnë një model dhe shpeshherë fëmijët vinë me ato vlera, vinë me ato fjalor nga familjet e tyre dhe kur kjo gjë huan ose është e gabuar, shkolla ka një rol riparues. Kultura nga e cila ata vinë ndikon, por ne në klasë mund të tregojmë rëndësinë që ka marrja në konsiderate e emocioneve, se si mund të jemi vetë në klasë, se si mund të ndërveprojmë kur të shkojmë në familje. Kjo mund të duket e çuditshme, por është e dobishme. Sidomos për nxënësit. Faleminderit. Asa mirë të kishim edhe ne një orë janë të mësimore ku të mund të mësonin diçka të tillë. Pyetja e fundit: si mund të reagojmë me empati pa marrë ne mbi vete barrën emocionale të tjetrit? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Oh, I thought you were going to answer that one. No, that's on you. Është e Dustinit. Putting your emotional burdens on me. I am. Po ti thot po më vë mua barrat e tua emocionale? Yeah, so, Po, thot në fakt, to a degree, you can't stop në një it. farmase mund të ndalosh këtë gjë. And I am Për shembull, unë kam nxënësit e mi, ndonjëherë bëj humor me ta. Unë e di që ata kanë disa probleme, por unë dua ta ndaj. Emocionet e tyre nuk janë të mijat. Kjo gjë më lehtëson që unë të ndihmoj ata, jo të pengoj unë ata, sepse unë përjetoj ndjenjat e tyre. Në këtë rast duhet të kuptoj që qekur, unë nuk jam fëmijë. Puna ime është të jem terapist, të ul temperaturën në thonjza e emocioneve të tyre, të ndezura, dhe për këtë bëhet fjalë. Unë përkujdesem për ta, por ama unë e di shumë mirë cila është puna ime. Puna ime është t'i dëgjoj, jo të përjetoj emocionet e tyre. Kur unë kam empati, unë e di si ndjehesh kur ke atë ndjenjë, por jo që unë ta ndjej në këtë moment. Unë nuk e
bëjtimen That also situatës. means that you need Gjithashtu, a strong kjo gjë do community të around thotë që you. nevojitet të kesh një Who is it komunitet that's të supporting fortë you rreth e when you're rrotull studying? teje, If i you're cili të supporting your mbështet ty students all day, then emocionalisht, when sepse you ti go ke home, mbështetur të nësit gjatë do gjithë you have ditës. family? Do you Po have kur shkon ti friends? në Do you fëmijë, have kur neighbors shkon who ti në can shtëpi, support ke you fëmijët e tu, emotionally and help to make familjen sure that tënde, you ke are prindrit e emotionally tu, healthy? të gjithë këta që të rrethojnë I duhet të të know bëjnë we ty were të talking at the ndjehesh i beginning about sigurt që one of the emocionet e goals is tua to be gjithashtu kanë invisible for rëndësi. teachers. And so Dhe është e using nevojshme në community to fakt help with që that is mësuesit ta kenë important. një We have komunitet që i something here called mbështet. happy hour. Kemi diçka And këtu në që e quajmë the ora e the lumtur. aperitivo, this idea that I'm going to go and just have Është a një orë ku cocktail or ne something after dalim work. për të pirë një And aperitiv, every flasim, big restaurant in the lirohemi. area at 5 o'clock on a Pra Friday, është ora you see 5 all të of the teachers there premten, for happy gjithë hour, mësuesit supporting dalin one në orën another. e tyre të lumtur, pra And pinë një I aperitiv, joke that flasin that me is njëri also tjetrin, important, that we mbështesin get njëri together as tjetrin. educators and we go Mendoj there, se është e rëndësishme this që week edhe was ne si hard. mësues me njëri tjetrin të Terrible student. takohemi, The në administrative thonjza të thing. çajmë hallet, 'Cause that's të important too, 'cause you want sprehemi, that po këtë si do camaraderie ta always bëjmë, prap doesn't ky always have to muhabet. be Por get duke back folur in me there njëri and eat your tjetrin, nuk coffee është e hour thënë që selfie. ne Sometimes duhet it's vetëm të just spending ankohemi, time por edhe together të and mbështesim making njëri friends. tjetrin, themi, "Oh, shumë mirë, e dole, That ja was a dole great me kësaj advice, actually. I love here, that. shtyve të këtë javë." So I want to ask a We'll last see everyone for happy Një hour tonight pyetje then. të fundit. Oh, po juve nuk ju ka ardhur ora e lumtur? Ajo happy question for hour, you domethënë guys, që të which is pini një very aperitiv? interesting, and I want you Pyetja e to fundit në which is fakt, sepse është shumë interesant answer to it. dhe The uroj që question të is, kemi mundësinë what të is përgjigjemi. that invisible barrier that might Cila prevent the është ajo student pengesë from e seeking padukshme help që when they i don't ndalon understand fëmijët something? të kërkojnë ndihmë kur nuk kuptojnë diçka? An invisible barrier. I mean, one invisible barrier that comes to Një my mind pengesë is e trauma. padukshme që më kujtohet tani është trauma. Students have experienced Nëse fëmijët kanë përjetuar a negative reaction një from an reagim adult when they negativ ask ndaj një i for rritur, help kur or ata support in kanë the kërkuar past. They're ndihmë, less për likely shembull, to ose ask kanë for kërkuar other support in the mbështetje, future. ata nuk kërkojnë më ndihmë, And sepse so ajo ka lënë gjurmë. identifying, as you get to Ata know your students as a mendoj parent, se duhen kuptuar thinking nxënësit, about duhen which njohur vit pas students viti, could dhe të you kuptojmë prevent cili best may fëmijë have experienced të that kind ketë of trauma in the përjetuar një past lloj and traume make të a tillë. special effort Dhe të to let përpiqeni në them know mënyrë that të you are safe veçantë për and ta that you do ndihmuar want to atë, për support t'i them thënë and atij that që it's unë të okay dëgjoj, for them unë to të make the vlerësoj, unë jam decision këtu or to për të ask të for help. mbështetur, për të ofruar It's a ndihmën good që ai one, really, to kërkoj. reference the earlier question. Po, në Probably the fakt, biggest për të barrier is rikthyer family. edhe unë tek e And njëjta the pyetje, por që norms lidhet and the me rules pyetjen e of mëparshme, family. pengesa We më e madhe have mund të jenë pretty easy to familjet, usually come up rregullat, with, especially normat e Asian, when they become familjes. 6, Fëmijët, 7, për 8 shembull, years old, që rriten, and bëjnë they 6, slip 7, and 8 fall, or vjeç, they ata scrape their rrëzohen, knee, për we shembull, say to them, ose "Good boys don't cry. gërvishin gjurin dhe u Good boys thonë don't që po cry." çunat nuk qajnë, And çunjeti the që point qanë. is to teach them Pra, to be çështja tough. Teach është, them to çfarë të handle mësojmë hardship, fëmijëve, difficulty. që sado And i fort të often jesh, the kur lesson that they të learn dhëmbë, is dhe it's është not okay të okay to tell qash, për someone they're shembull. having a hard day. Dhe nuk It's not është okay to say to someone, të ka "Hey, I familje për understand shembull që u thon fëmijëve, everyone po ti struggles." gjithaj And so tregon, finding nuk ways tregohet që ti je to këtë help vështirë. families, we talked earlier, Ose ka disa communicate familje, that this për is shembull, valuable to children të as well. cilat ua thon fëmijëve Really që kjo është e pulls down rëndësishme. lots of Kjo barriers. And I nuk know that can be është. Pra, difficult, ka shumë barriera që kalohen nga to overcome, familja, të cilat but janë shumë it vështira isn't për të something that kapërcyer can në be shkollë. overnight. It may Dhe not në even fakt be nuk something we bëhet can brenda talk about all natës. the time. Por ka But gjëra therefore, që a gjatë coach, gjithë as they jetës say, një takes over mësues, për time. shembull, po të And fokusohet, what we mund të do ndryshoj is we could mendalimin e look back in kohës. 200 years Dhe and qëllimi ynë, për see that shembull, është të kthehemi në monumental vite. changes happened Cili ka qenë momenti kur with ka the children ndryshuar that come out. Thank you so shumë much, fëmija? Pra, çfarë keni bërë që fëmija është Christina, përmirësuar for pas një sharing ndërhyrje që ju us keni tonight. bërë? It was a very special Faleminderit webinar and shumë very për special kohën që kaluat topic, me ne and sonte. I Kjo love ishte the një way how temë you shumë e connect with rëndësishme, us një and webinar how shumë i simply rëndësishëm. you Faleminderit se si u made lidhet it me easy for ne, us to sa të understand. thjesht e Thank you bët me for shembuj your që na wisdom. sollit. Faleminderit për It was ndarjen great e mençurisë to learn suaj. from you. Thank you so much. Faleminderit Kristinës edhe Dustin për çfarë kanë ndarë me ne sot. Në fakt më pëlqeu shumë edhe shijova shumë. Më pëlqeu mënyra se si ata kanë ndarë, mënyra se si gjërat që kanë treguar në fakt, dhe ishte shumë e lehtë për mua, shpresoj që ka qenë e lehtë edhe për ju, që të lidhesh me ta e të dëgjosh e të mësosh me prej gjërave që ata kanë ndarë. Mirënjohëse për ta, faleminderit shumë. Jemi në fund të webinarit. Dëshirojmë në fakt të
të shprehim mirënjohjen tonë të sinqert për gjithë ju që keni qenë sot këtu edhe na keni ndjekur nga fillimi në fund, por edhe ju që jeni bashkuar gjatë rrugës. Faleminderit shumë për përkushtimin dhe kohën tuaj. Gjithashtu ju ftojmë të na ndiqni edhe të abonoheni duke bërë subscribe
në kanalin tonë në YouTube, në faqen tonë në Facebook, ISP Albania, ku ne publikojmë materiale dhe aktivitete të tjera me interes profesional. Unë dëshiroj ta mbyll këtë webinar duke lexuar një poezi e cila më pëlqeu shumë edhe më duk shumë motivuese në mënyrë të veçantë lidhja me temën. Poezia titullohet Lutja e një mësuesi. O Zot, ti që më mësove, më lejo të mësoj edhe unë. Me të njëjtën dashuri të kthiellët, me të cilën ti mësove njerëzit. Më jep forcë të jem dritë edhe në ditët e lodhjes. Mbaje zemrën time të butë, që të mos bëhem kurrë e ftohtë ndaj fëmijëve. Më ndihmo të kuptoj se pas çdo fytyre të heshtur, shihet një histori, një plagë, një ëndër ose një nevojë për dashuri. Mos lejo që rutina të ma shuaj dëmshurinë. Mos lejo që krenaria të më bëjë të harroj sa shumë nevojë kanë fëmijët të ndihen, të parë dhe të dëgjuar. Më bëj të duruar në korrigjim, më të mençur në fjalë dhe më të pasur në mirësi. Kur nxënësit e mi gabojnë, më kujto se edhe rritja ka zhurmë, edhe pjekuria kërkon kohë. Më ndihmo të mos edukoj vetëm me mendje, por edhe zemra, të mos jap vetëm dije, por edhe shpresë. Edhe kur lodhja të më rëndoj shpirtin, më kujto se ndonjëherë një fjalë e butë nga një mësues mund të ndryshoj jetën e një fëmije për gjithmonë. Në fakt, kjo poezia është shkëputur nga Gabriela Mistral, ka qenë mësuese dhe poete edhe fituese të çmimit Nobel në letërsi. Kur e lexova më pëlqeu shumë, më duk shumë frymëzuese dhe më duket sikur e kapte tamam në thelb nevojën e një mësuesi për të qenë empatik edhe për të qenë i ndjeshëm ndaj nevojave të nxënësve pavarësisht kërkesës lodhjes apo gjërave të ndryshme që një mësues kalon, një arsimtar përjeton gjatë javës. Faleminderit shumë për pjesëmarrje, vëmendjen dhe angazhimin tuaj. Ne ju urojmë një mbyllje të suksesshme të këtij viti shkollor, qofshi sa më shumë empatik, sa më shumë profesional dhe një model mësuesi që bën diferencën në jetën e nxënësve tuaj. Mos harroni, një mësues i madh nuk formon vetëm mendje të zgjuara, ai formon zemra të sigurta. Mësuesit më të paharrueshëm nuk janë gjithmonë ata që dinë më shumë, por ata që kuptojnë më mirë. Ju vendosni për çfarë do mbajeni mend nga nxënësit tuaj, se si do t'i shenjoni jetën të tyre për gjithmonë. Nga unë edhe stafi i ISP-s ne ju urojmë natën e mirë dhe qofshi të bekuar. Natën e mirë nga ne.